histori suksesi e cila Po me trajneri jemi prandaj të marrim mori jehon këtu në Shqipëri dhe nga rrjetet sociale, por dhe nga në fushën sportive, bëhet fjalë për Sopoti rigjitet në kategorinë e parë. Dhe një meritë madhe pati e trajneri Raman Allaçi, përshëndetje. Përshëndetje. Ne kemi studio. Mirë se na erdhe dhe urime një herë për ngjitjen. Shumë faleminderit. Bëhet goxha buj. Suksese, një sezon. Po bëri buj se kalon nga një rrugë e vështirë, 2 takime. Pra, morët një ngjitje e morën me 2 play-oute, 3 play-oute, me sa vuajtje morët. 3 ndeshje shtesë, 3 ndeshje finale, kuptohet të vështirësia ishte shumë e madhe, që është e vërteta. Pasi po të dishim nga vendi i parë, do ishim më të qetë, por kuptohet më pas rritet dhe presioni, ana psikologjike e rënduar me patjetër, por që lojtarët u dërguan të sot, duke qenë se 3 ndeshje pra që kur i mendon, pra fillon vështirësia. Ndeshja e parë me Tërbunin, e zgjidhë mirë, mendoj qoftë edhe me gole të shënuara, ndonë se morëm një gol të shpejt dhe skuadra reagoi mjaft mirë. Më pas me skuadrën e Shirokës, e cila ka bërë dhe investime, një skuadër të mirë, pasi ka edhe lojtar, ka marrë lojtar nga kategoria superiore. Shkuam me penallti që është e vërteta, por që në shtesë skuadra dominoi që është e vërteta, sepse përgatitja fizike ishte më lart e jona. U treguam të qetë në pikën e penalltive dhe arritëm të shkojmë në finale me luftëtarin. Luftëtari kuptohet një skuadër me ritëm tjetër, një skuadër shumë organizuar, me lojtarë të mirë, kundra sulmi ishte arma e tyre kryesore, por që ne kishim marrë masa që është e vërteta për të bllokuar pikat kryesore. Njëta gjë shkoi përsëri njësoj si me Shirokën me penallti dhe kjo në shtesë, u duk sikur provuan impakt, por fatikisht nga fundi vuajtje shumë, që është e vërteta luftëtari, edhe lojtarët kryesorë filluan dhe u zëvendësuan. Mendoj që e rritëm ritmin në fundin e ndeshjes, se ishim shumë afër për ta mbyllur fatikisht ndeshjen, por që shkuam përsëri me penallti. Por lojtarët kanë edhe një meritë, sepse penalltia gjithmonë e themi është fat, por ishin mjaft të qetë, sepse ngarkesa shumë e madhe që është e vërteta, por që rëndësi ka që ja dolëm dhe arritëm objektivin. Duket pak e vështirë të kesh fat 2 herë është penalltit. Nuk besoj që është vetëm çështje që ka ngelte fati. Besoj faktet e ndeshja parë që kaluat penallti keni provuar stërvitje penalltin më shumë. Ne sigurisht që kemi praktikuar vazhdimisht duke goditur gjytjet ndeshja më shkojnë penallti po. Në stërvitje, por kupton nganjëherë një futbollist mund të shënoj 4-5 penallti në stërvitje, mund të shënoj gole dhe në ndeshje mund ta humbas. Kuptohet portieri është i fiksuar për të hedhur majtas apo tjetër, ka dhe portier që qëndrojnë pa lëvizur dhe ne themi që është pak fat, por kuptohet është edhe zotësi sepse portieri Alliu kapi disa penallti që është e vërteta, dhe ishte kyçi i suksesit, por edhe futbollistat e tjerë si Argavanja apo Tabako apo disa të tjerë ishin mjaft të qetë, pra mënyra se si ekzekutuan penalltitë është pak e vështirë fatikisht, sepse shkon dhe ndalon për një fragment sekundi dhe më pas e godet pra shikon nga shkon portieri. Kështu që mendoj që kjo është zotësi. Disa lojtarë tjerë kanë qenë të fiksuar për ta goditur nga krau majt apo i djathtë, por kuptohet portierët e kishin pak të vështirë, që është e vërteta sepse ishin mjaft të saktë. Kur e fjalë ishte Avisnet superiore, faza Final Four etj. U bët të ju kur e fjalë për disa ditë me arritjen tuaj. Tani dua di çfarë nuk kupton, sepse rrallë publiku përqendrohet më shumë te kategoritë e parë dhe dyta. Çfarë nuk kupton publiku dhe tifozit për kategorinë e dytë dhe të parë? Çfarë është ndryshe nga superioria? Sa e vështirë është të luash në kategorinë e dytë dhe të bësh misionin ngjitje? Ç'është e vërteta dhe për mua si trajner, zgjedhja ka qenë pak e vështirë, që është e vërteta. Nuk është se kisha shumë oferta, se po të kisha shumë oferta, ndoshta mund të bëj edhe një zgjedhje tjetër që është e vërteta për të qenë pak më lart në kategori, por që duke diskutuar prej 2 vitesh me drejtorin sportiv Gjafa, i cili gjithmonë më ka thënë që skuadra e Sopotit është organizuar, nuk ka probleme me financat dhe është gjëja kryesore në futbollin shqiptar. Kam gjetur një ambient të mjaft komod, që është e vërteta, por kuptohet vështirësia është e madhe sepse çka tek fushat. Pra nuk mendoj që fushat janë në nivelin e duhur. Qoftë dhomat e zhveçjes, pra janë disa probleme që lojtarët kur shkojnë tek stadiumi ndoshta nuk ndihen shumë komod. Është ndryshe pra që shkuam lozëm në stadiumin e Flamurtarit, pra që aty fillon ndjesia një futbollisti që ndihet profesionist. Kështu që është pak e vështirë për ta motivuar një futbollist në kategorinë e dytë. Që është e vërteta. Por që gjithmonë kisha folur me futbollistat që jemi të kujdesshëm të largohemi nga kjo kategori, sepse kjo është kategori që nuk është profesioniste, që është e vërteta. Pra duhet të jemi të kujdesshëm dhe të provojmë, sepse kishte 12 vite që nuk po arrinte dot Sopoti për të larguar nga kategoria e dytë. Dhe të gjithë të bashkuara besoj që mund të kanë hap pas hapi, po kuptohet merita më e madhe është e futbollistëve, që është e vërteta, sepse ata treguan një forcë të madhe, një forcë karakteri për të arritur këtë objektiv. Por kategoria e dytë është pak e vështirë për një futbollist profesionist, qoftë dhe për trajnerin. Tani fal se mua më ngacmon kjo. Merita më e madhe është e lojtarëve, thua ti. Pse? Unë them që është e trajnerit. Pra, është sikur ti lësh makinën teci vet, duhet një shofer aty. Pse ja jepni meritën çunave? Se edhe fakti që kishin 12 vite aty tregon që pse po bëni modestin, se trajneri, fal, ndjes se kur skuadra shkon keq i pari që thon është trajneri.
Unë them merita më e madhe është trajneri për të ngjitjen. Pa dash bëj çok ty, po flas seriozisht. Okej, gjithmonë do diskutohet çështja e trajnerit në fillim, ç'është e vërteta. Por që janë lojtarët ata që bëjnë mirë në fushë, janë lojtarët ata që vrapojnë. Pra ne mund të themi shumë gjëra në videoanalizë pra për të diskutuar për çdo detaj, por që në fushën e blerët më pas është diçka tjetër komplet. Kështu që mendoj që futbollistat kanë meritën më të madhe sepse ato vrapojnë. Pra ne si trajner, menaxhojmë situatat e vështira, sidomos pra situatat që janë të nxehta, sepse një trajner i Zotit duket pikërisht ku ka momente të vështira që mund të kenë grindje me lojtarët. Pra si duhet ta zgjidh ato situatë. Kështu që nuk jam trajner që përdor përjashtimin e futbollistëve, por që një fjalë të rëndë që është dënimi i lojtarëve. Kështu që gjithmonë jam munduar të menaxhoj këto situata. Por që unë mundohem t'i ndihmoj sadopak, por që do ta them gjithmonë që futbollistat kanë meritën më të madhe sepse ato vrapojnë dhe ato konsumojnë gjatë gjithë kohës, kështu që unë dakord më vojë shumë, unë mundohem t'i ndihmoj me zëvendësimet e mia apo qoftë me ndryshime të sistemit të lojës, por kuptohet edhe ndihmesa ime e madhe është për të parë një lojtar kryesor, ndoshta mund të bëj një lëvizje nga e djatha në të majtë dhe më pas sepse ndoshta kemi marrë masat për ta ndaluar në atë krah dhe kuptohet më pas aty është edhe aftësia ime, por trajneri bën maksimumin, mendoj që mund të jetë një sukses i trajnerit, mendoj të jetë 30%, 40% ndoshta mund të jetë shumë. Kështu që pjesa më e madhe mendoj që është futbollistët. Nuk jam dakord fare. 51, unë them 51 me 49 për trajnerin, po sigurisht trajneri do mbërtet çunat se i ka të vete. Dhe këtu duket mastia trajnerit se mbro prap çunat nuk thotë ka më merit. Profe, është më lehtë të drejtosh në kategoritë e ulta, pastaj shkosh në elitë, apo nga elita të provosh kategoritë e ulta? Ku e mëson më mirë eksperiencën e trajnerit? Unë fatikisht kam qëndruar gjatë tek Kuksi, si zëvendës trajner, kam patur dhe skuadrën U21. Më pas kam qëndruar 2 herë si trajneri i parë, kuptohet ishte në vështirësi një moment të Kuksi, mora përsipër, një situatë e vështirë me buxhet shumë të madh, me lojtarë shumë të mirë, kalova një eksperiencë të mirë, objektivi ishte për të qëndruar në kategori dhe ja dolëm, po kuptohet ka qenë shumë e vështirë dhe mbi gjitha unë që isha një djalë nga Kuksi, kam lindur në Kukës dhe duke qenë se u shpalla dhe kampion në skuadrë, kampion me skuadrën, e mendoj që do më ngelte pak peng sikur të binim nga kategoria, pikërisht duke qenë unë ish kapiten skuadrë dhe një djalë nga Kuksi. Kuptohet, kategoria e dytë ka vështirësitë e saj. Nuk janë shumë skuadra që janë pretendente, por janë disa skuadra që krijojnë probleme gjatë rrugës, është e vërteta, sepse nuk ta lejon fusha, pra se nuk kemi shumë cilësi pra në lojë në disa fusha dhe më pas të vështirësohet. Por kuptohet, në kategorinë superiore është diçka tjetër. Se është nivel tjetër, ka përgjegjësi tjetër, kërkohet për shkuar në Kupat e Evropës, por që jo që është e lehtë edhe kategoria e dytë. Oferta do kesh tani mendoj po. Apo ke pasur? Unë kam pasur faktikisht para se të shkoj tek Sopoti 2 oferta në kategorinë e parë, jo në kategorinë superiore. Kam pasur edhe një ofertë në Kosovë, por zgjodha të jem tek Sopoti dhe mendoj që bëra zgjedhje të mira. Po pse Sopoti? Po unë të thash, pra kisha diskutime, bisedime her pas here me detrorin sportiv. Që tregoj për dhe ai më thonte gjithmonë që ne jemi shumë afër për kërkuar pra një objektiv, sepse kemi ardhur të organizuar, pra financat ishte kryesorja, klubi ishte korrekt për çdo gjë dhe më thonte vazhdimisht që më duhet një trajner dhe unë dua të jesh ti pra trajner për të bashkëpunuar sepse mund t'ja dalim. Dhe mora përsipër që është e vërteta, kuptohet, vështirësia do të ishte, por që nuk mund të them që e kisha me 2 mendje në mënyrë absolute, pra. Vendosa për të marrë Sopotin dhe për të arritur objektivin dhe kuptohet tani del pa çdo gjë nga ana e suksesit. Se më kujtua që po flisa për videot virale. Tani ma komenton çik këtë. Ma komenton më vërtetoj se jo. Kur keni siguru kualifikimin, i ke thënë lojtarëve të gjithë të japin fanella tifozëve. Dhe të vlerësuan shumë rrjetet sociale. Është e vërtet si e bëre, pse e bëre, ma trego tani. Është e vërtet? Po, shumë e vërtet është, që është e vërteta, ne kemi patur mbështetje edhe nga publiku edhe në Librasht, por që të shikoj një skuadër në kategorinë e dytë, në Selman Selmasi kishte shumë tifoza, por nuk është të thonë që të kesh tifoza dhe ata të rinulur, kështu që gjatë gjithë kohës kanë bërë për skuadrën, kanë bërë një mbështetje shumë të mirë, dhe sidomos në Vlorë ishte një diçka speciale, ardhja shumë tifozave dhe sinqerisht pash shumë tifoza që ishin shumë të lumtur, sepse po e prisin prej shumë vitesh. Dhe kur shikoj tifozat që një lumturi shumë e madhe, atëherë sinqerisht është edhe momentit ajo. Pra me njëherë i thash futbollistëve që urgjentisht bluzat sepse ata mezi po presin për t'u takuar. Edhe vendosën për të shpërndar bluzat gjithë. E vlerësuan shumë tifozët të Xhes, e kam parë.